Për shkak se sovraniteti në veriun e Kosovës ka qenë gjithmonë i shtrirë, por është përdorur nga zoti Kurti kështu për konsum të brendshëm, sikur që e thash, dhe mendoj që mjaft mirë ka luajtur me këtë kartë zoti Kurti dhe shumë i kanë parë si të tillë, por realiteti tani shifet që sovraniteti ka qenë gjithmonë i shtrirë në veri, institucionet e Kosovës kanë qenë gjithmonë atje, thjesht ju është dhënë një drejtë kushtetuese e cila ju takon pakisës sërbe atje. Në fakt, duke qenë se ju kam këtu në këtë bisedë, do përfitoj nga rasti të pyes edhe për disa dy çështje, po them, të rëndësisë qendrore në Kosovë, jo lokale. E kam fjalën pikërisht për atë që ndodhi javën e kaluar, kur çuditërisht kuvendi u konstitua, sepse u zgjodhi edhe nënkryetari nga pakica serbe, Nenad Rashić, pikërisht. Pyetja ime është pse s'u zgjodh më para? Çfarë pengoi të zgjidhej më herët? Kaq e thjeshtë është. Këtë po e pyesim edhe ne. Kështu. Nuk e di se a me të vërtet është përfunduar çështja me zgjedhjen e zotit Rashić, për shkak se lista sërbe, SPAK-u nuk e di e ka dërguar ende, por SPAK-u është deklaruar që çështjen do ta dërgoj prapë në gjykatën kushtetuese, për shkak se lista sërbe është fituese e zgjedhjeve të pakicës sërbe. Do të thotë, ata i kanë 9 deputet, ndërsa Nenad Rashić është 1. Dhe sipas tyre, edhe ashtu duhet jetë edhe sipas njosve apo ekspertëve të kushtetueses, do t'i takonte listës sërbe. Por tani ka qenë një situatë goxha delikate. Pse? Pas rastit të Banjskas, pas atij akti terrorist, është e pasqartë se çka përfaqëson lista sërbe. Do të thotë për një deputet shqiptar ta votoj listën sërbe, nuk e di a do ta votonte një parti që përfaqëson pakicën sërbe në Kosovë, apo një parti që përfaqëson terroristët sërbë. Për shkak se nënkryetari i saj dhe disa pjesëtar të listës sërbe kanë qenë pjesëtar të sulmeve në veri, dhe ata zgjedhnin, po në anën tjetër ta votosh Rashićin do të thoshte shkelje e kushtetues. Për këtë arsye kemi vrejt një grup të madh të deputetëve të cilët abstenonin. Për shkak se një situatë delikate, në fund me ndihmën e votave të Lidhjes Demokratike, pastaj u zhbllokua situata, por fare lehtë në qoftë se gjykata kushtetuese kthen diçka që shkon në favor të listës sërbe, atëherë mund të kthehemi prapë në pikën 0. Madje duhet ta kemi parasysh edhe një fakt se varet se si shtrohen pyetjet në gjykatën kushtetuese. Po të shtrohet pyetja se a ka të drejtë Albin Kurti, a ka të drejtë Donika Gërvalla, zoti Peci dhe disa ministra të cilët janë edhe deputet të votojnë, unë madje dyshoj që e kanë ata të drejtë, për shkak se për këtë është thënë edhe nga gjykata supreme, dhe mund madje të vët në pikpyetje a e kemi edhe kryetarin e kuvendit të zgjedhur kështu në mënyrë kushtetuese dhe ligjore. Ndoshta edhe kjo është arsyeja pse zonja presidentja Java faktikisht të drejtën zotit Kurti që me njëherë të filloj të provoj të formoj qeverin, por në anën tjetër votën e Lidhjes Demokratike të Kosovës unë e pash më shumë si një hapje rrugës për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për shkak se të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, duhet shpërndahet kuvendi, e për të shpërndar kuvendi duhet të jetë i formuar, i konstituar. Kështu që tani janë plotësuar më shumë kriteret sipas meje të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Në fakt ndoshta do të ishte zgjedhja e duhur, sepse gjatë këtyre muajve unë kam përshtypjen që janë të kaluar aq shumë vijat kushtetutës, pra veprimet që kanë ndodhur, nuk po them janë antikushtetuese, po janë përtej kushtetutës dhe vështirësisht të analizueshme, sepse kushtetuta thjesht nuk shkruan gjë për të gjitha këto që kanë ndodhur, saqë edhe komentatorët edhe analistët që shpesh i pyes gjenden në këtë pozitë që vërtet është e vështirë të parashikosh nga pikpamja kushtetuese.
është bërë e tërë kjo çështje nuk është bërë e mërzitshme, është bërë e gërditshme. Unë mendoj që ata që marrin përgjegjësi të tillë si deputetet tjerë, ata janë aty të zgjidhin probleme dhe jo të krijojnë probleme. Dhe mendoj që këto kanë qenë probleme thjesht të krijuara, të ndërtuara. Pse po e them këtë? Për shkak se nuk mund qytetari kur ka votuar, thjesht e ka bërë të qartë, e ka dhënë mesazhin dhe votën që në Kosovë të ketë një qeveri të koalicionit, për shkak se asnjë parti nuk ka fituar mbi 50%. E as lëvizja vetëvendosje. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje thjesht nuk ka qenë kurrë e gatshme që të bashkëpunoj dhe të bëj kompromise dhe të ndaj pushtet. Edhe sot dyshoj që lëvizja vetëvendosje është e gatshme të ndaj pushtet. Dhe mendoj që kjo ka ardhur si pasojë e asaj. Thjesht të mosgatishmërisë lëvizjes vetëvendosje për të ndërtuar një koalicion dhe për të ecur përpara. Pse edhe tash nuk e shoh çështje të zgjidhur? Ne kemi problemin me presidentin që nga marsi i vitit të ardhshëm. Dhe në qoftë se nuk ka një kompromis, në qoftë se nuk ka një marrëveshje, thjesht ne prap jemi në zgjedhje dhe mendoj që këtë herë ndoshta pasi u konstitua kuvendi thjesht duhet të shkojmë në zgjedhje. Unë t'ju them të drejtën, dikun ka gjysma e dhjetorit në mos janar, mos voni thjesht pres që të shkojmë në zgjedhje. Qartë, dua t'ju pyes edhe për një çështje të fundit që më ka bërë përshtypje në fund të ditët e fundit të javës kaluar, lidhet me arrestimin e zotit Fatmir Sheholli me akuza si thuhet për spionazh. Unë nuk e kam kuptuar këtë, nëse ju mundeni që të ma shpjegoni pak këtë situatë. Është pak e sikletshme rasti i personazheve që janë edhe figura publike, edhe figura mediatike të cilët befas po them akuzohen, se sa të vërtetë janë akuzat unë nuk e di, se nuk e provoj unë, por e provojnë gjykata. Sidomos kur kjo ndodh në prag të zgjedhjeve, sidomos kur zoti Kurti sot dhe gjatë këtyre ditëve ka bërë thirrje për ndërhyrje të organeve ligjzbatuese dhe drejtësisë kundër ndërhyrjeve të Serbisë në disa pjesë të procesit zgjedhor. Po çfarë ndodhi me zotin Sheholli? Si e shpjegoni ju shkurtimisht? Gjani, e para, zoti Sheholli është diçka që e ka deklaruar dhe publikisht ka qenë pjesë e shërbimit sekret serb në vitet e 90-ta, do të thotë në kohën kur Kosova ka qenë faktikisht në fazën më të keqe. Kur ka dalë nga shërbimi sekret serb, ai ka punuar për një televizion serb. Pas luftës, bazuar në ato që i ka thënë ai, ka bashkëpunuar edhe me shërbimin sekret të Kosovës. Tash nuk dua të hyj për shkak se unë nuk e di, ju them të drejtën, e dim botëresht që ai ka pasur ato kontaktet e veta edhe me figura të ndryshme edhe në Serbi, por edhe në Kosovë, por tani ju them të drejtën, unë po pres se çka po thot gjykata. Për mua çudia ka qenë se pse mu në kohë zgjedhjesh, për shkak se po të kishte qenë diçka që rëndësishme, pse nuk është arrestuar më herët, po e zëm para 6 muajsh, për shkak se ai nuk është i sotshëm. Pikërisht. Ata që morë vesh kjo gjë, domethënë? Po, kjo natyrisht që ka mundë dhe të ndikoj në zgjedhje. Tjetra që është me gjitha dua të them. Ka të ngjarë që zoti Sheholli ka ditur shumë. Ndoshta ka ditur edhe diçka që s'bën të dihet e tjera, po këto janë spekulime. E kuptoj. Për shkak se kështu që ta presim se çfarë po del në fund. Qartë. Mirë, zoti Cama, ishte shumë kënaqësi që biseduam bashkë edhe që ndat opinionet këtu në studio. Kënaqësia ime, falenderës. Ishim me diplomatin dhe analistin Blerim Canaj, folëm për zhvillimet politike në Kosovë, nga zgjedhjet deri tek përpjekjet e vazhdueshme për të përfunduar konstituimin e kuvendit dhe ndikimet mbi politikën e Kosovës. Do të kemi një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi menjëherë në pjesën e tretë.
tashmë për të folur për disa zhvillime ndërkombëtare me fokus atë se çfarë po ndodh në Rusi dhe në pjesën e Azisë. Kemi pasur disa zhvillime që ja vlen të përmenden. Kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për drejtë me mua, me studion time nga Polonia, studentin dhe studiuesin e politikave të sigurisë Elianos Kasaj. Elianos, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Të faleminderit që sërish më për ftesën për të qenë në studion tuaj. Mirë, po e nis me samitin Rusi-Azi qendrore, në fakt që ka ndodhur pak ditë më parë, vizita e presidentit Vladimir Putin në kryeqytetin e Taxhikistanit ka shënuar një kthes të madhe gjeopolitike, sepse duket sikur Rusia po e zhvendos vëmendjen e saj dhe qendrën e ndikimit nga Evropa drejt Azisë, duke sfiduar jo vetëm Perëndimin, por edhe Kinën për kontrollin e kontinentit. Apo rilind ndikimi, po themi, kontinental rus në Azi dhe një front i ri i përplasjes, po themi, gjeopolitike? Atëherë, javën e kaluar më saktë, midis të mërkurës dhe të premtes, në Dushanbe të Taxhikistanit është zhvilluar samiti Rusi-Azi qendrore, i cili ka përfshirë Federatën Ruse dhe 5 republikat i sovjetike të Azisë qendrore, të Kazakstanin, Uzbekistanin, Kirgistanin, Taxhikistanin dhe Turkmenistanin. Njëkohësisht ka shënuar edhe me samitin e Komonveltit të Vendeve të Pavarura, hapësirës post-sovjetike, që u zhvilluan të dyja në ditë në kohë. Pra flasim veç Rusisë dhe këtyre 5 republikave që unë sapo përmenda, janë edhe Bielorusia, Azerbajxhani dhe Armenia. Pra ka qenë një simpozium i madh, le të themi, një konsil i madh i shumicës së republikave i sovjetike. Kjo ka qenë një thjesht një summit që koincidoi në dy evente të mëdha, që ishte Commonwealthi dhe Rusia-Azi qendrore. Po ka qenë edhe një ekspansion i madh, aktualisht i diplomacisë ndë qeverisë ruse drejt Azisë, në fokus në Azinë qendrore dhe lindjen e largme, dhe Afganistanit. Në të njëjtën kohë, samiti ka provuar atë që Rusia nuk është tërhequr nga ky rajon, ka provuar që Rusia është prezente në mënyrë të fortë dhe nuk ka ndërmend të tërhiqet prapa, pasi ky rajon jetë dyshej si kopshti i Rusisë ose vija mbrojtëse e Rusisë, kundrejt kërcënimeve që vijnë nga Kina, ndoshta jo shalat i saj, nga Afganistani, që është një territor i paqëndrueshëm, dhe nga Islami radikal, që suportohet nga grupe të ndryshme në Iran, Pakistan e të tjerë. Pra se një lloj bariere për Rusinë, nuk është thjesht një rajon strategjik, ekonomik ose historik, kultural e të tjerë. Njëkohësisht në Taxhikistan është baza më e madhe ushtarake e Rusisë jashtë federatës, me mbi 11.000 ushtarë, dhe një nga marrëveshjet më të mëdha ushtarake që Rusia ka me një vend post-sovjetik është me Taxhikistanin për mbrojtjen e kufijve të Taxhikistanit, por edhe të Federatës Ruse ndaj emigracionit të paligjshëm, ndaj krimit të organizuar, prostitucionit, lëndë narkotike, sidomos opiumit, drogave të tjera që vijnë nga Afganistani. Samiti ka treguar edhe një herë faktin që Rusia po kërkon në çdo mënyrë, me thënë, në anën diplomatike, flasim sigurisht, dhe me ofertat e mëdha që ka tregu rus i punësimit, i ekonomisë e të tjerë, dhe lidhjen e fortë që këto vende kanë me Rusinë, pasi le të kujtojmë këtu që shumica prej këtyre vendeve, një pjesë më të GDP-së së tyre kanë prej Federatës Ruse. Pra Taxhikistani, Kirgistani, Turkmenistani e të tjerë kanë nga 20 deri në 40% të GDP-së së tyre me të ardhura që vijnë nga emigracioni që këto kanë në Federatën Ruse. Vetëm Taxhikistani ka 1.5-1.6 milion emigrantë në Rusi. Kirgistani më shumë akoma, thonë që janë mbi 2 milion. Turkmenistani mund të ketë 600.000 deri në 1 milion. Pra po t'i marrim të gjitha së bashku, mund të vëmë pa frikë 7 deri në 8 milion, nga 10 milion emigrantë huaj që ka Rusia. Pra Rusia nuk është një faktor geopolitik, është një faktor ekonomik që i mban këto vende, pa futur këtu investimet e gjatë e tjera. Gjatë samitit u diskutuan shumë tema, ku dy më kryesore qenë lidhja e mëtejshme ekonomike me Rusinë nëpërmjet tubave të rinj të përsërisjes së gazit që do të ndërtohen, domos një investim i madh është ai i detit Kaspik,
i cili supozohet të ndërlidh Turkmenistanin, Kazakstanin dhe Rusinë dhe të shkojë deri në Iran. Më pas vijnë investimet e tjera ekonomike që Rusia i zhvillon në këto vende duke ndihmuar ekonomitë e tyre, po gjithsesi duke forcuar dhe pozitat e saj, pasi këto vende janë shumë të pasura me minerale, në pasurinë toksore, po shumë të varfra për t'i zhvilluar ato në mënyra moderne, ose nuk kanë industri, nuk kanë facilitetet, nuk kanë shumë gjëra që nevojite, nuk ditë e sot. Nuk mjafton thjesht ta nxjerrësh bruto e ta dërgosh jashtë, pasi kjo është minus në koston e fitim. Njëkohësisht ka qenë edhe për mbrojtje, siç thash, gjatë kësaj periudhe është nënshkruar edhe një traktat i ri midis Rusisë dhe Taxhikistanit, i cili e forcon më tej klauzolat e mbrojtjes kundrejt kërcimeve të islamit radikal, terrorizmit, prostitucionit, drograve, opiumit dhe gjithë atyre faktorëve negativ për këto dy vende. Por njëkohësisht shton prezencën ruse në Azinë Qendrore, domosdoshmë Taxhikistan dhe Kirgizistan, që janë republikat më të varfra, mund t'i quajmë, dhe më të varura kundrejt GDP-s të tyre që është e lidhur me ekonominë ruse. Qartë. Mirë, në fakt kemi pas një zhvillim tjetër javën e kaluar. Në Pyongyang të Koresë së Veriut mbajt një parad nga ato të zakonshme që ne jemi mësuar të shohim, e cila ishte në kuadër të 80 vjetorit të çlirimit të partisë së themelimit të partisë së punëtorëve të Koresë së Veriut. Lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, ka prezantuar raketën bërthamore interkontinentale ICBM, që ne jemi mësuar të shohim ndryshe Hwasong-20 dhe së bashku me Dmitri Medvedevin e Rusisë i cili ishte i pranishëm pra në këtë parad, kanë shpallur aleancën strategjike të epokës së re. Është thjesht retorik shpallja një aleance të tillë, Elianos, apo ka diçka, po them, përmbajtësore dhe një projektim për të ardhmen midis Rusisë dhe Koresë së Veriut? Atëherë, midis datave 9 dhe 11 tetor janë zhvilluar 3 ditët festive të themelimit të Partisë të Punëtorëve të Koresë, Partisë Komuniste, ato ishin pushtet që prej vitit 1949. Një nga partitë më të vjetra komuniste në botë, aktualisht akoma në pushtet në një nga 5 vendet e fundit komuniste që kanë mbetur sot, pas rënies së murit të Berlinit dhe mbarimit të luftes së ftohtë. Ajo që ka bërë përshtypje ka qenë prezenca e delegacionit shumë të madh rus, e përbërë kryesisht ose kryesuar nga ish-presidenti Dmitri Medvedev, njëkohësisht që është kryetari i Partisë Rusia e Bashkuar, Единственная Россия, që është në pushtet ose partia zyrtare e presidentit Putin, dhe njëkohësisht pjesëtar ose zëvendës kryetar i Këshillit të Sigurisë ruse, ose Këshillit të Sigurisë që ata i quajnë në kuadër të operacioneve speciale ushtarake ose luftës në Ukrainë, që ne jemi ndryshe. Ai ka marrë pjesë në delegacion shumë të madh politiko-kulturor, nga të cilët mund të përmendim sekretari i Këshillit të Përgjithshëm të Rusisë, Partisë Rusisë së Bashkuar, zoti Vladimir Yakushev, zëvendës kryetari i parë i Këshillit të Federatës Ruse, Aleksandr Koslov, ministri i punëve të brendshme, mjediseve natyrore dhe pasurive minerare, ka pasur dhe pjesë nga shumë ansamble kulturore dhe këngëtar i njohur të muzikës moderne ruse,